إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, vetëm ato e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore I dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, siç e dim që sot është hutbia apo xhumoja e parë në këtë vit, në vitin e ri hijri, dhe se gjendemi në muajin e shenjtë të Allahu Gjelle Gjelaluhu, muajin Muharram, që është hutbia dhe xhumoja e parë në këtë vitit të ri hijri, me të cilën në këtë muaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e bëri një ndër muajt e shenjtë dhe të mëdhenj dhe të shenjtëruar dhe me vlerë dhe me pozitë të Allahu Gjelle Gjelaluhu, muaji Muharram, që Allahu Gjelle Gjelaluhu e bëri këtë muaj një ndër muajit me të cilët janë 4 të zgjedhur nga viti 12 muaj që Allahu Gjelle Gjelaluhu tha I ka viti 12 muaj, prej tyre tha janë minha arba'atun hurum, prej tyre janë 4 muaj të shenjtë të cilët I ka shenjtruar Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe I ka zgjedhur ata dhe I ka bërë të shenjtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër na I radhiti dhe na I emërtoi cilat janë ato muaj. Në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Bekrat radhiyallahu anhu, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pasi që viti I ka 12 muaj, prej tyre janë 4 muaj të shenjtë dhe I ceku 3 muaj radhazi të cilët vinë njëri pas tjetrit, fa thalathul mutawaliyat, Dhulqa'da, Dhulhijja wal Muharram. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 muajt vjen radhazi Dhulqa'da, Dhulhijja dhe Muharram. Muaji Dhulqa'da dhe Dhulhijja ishin 2 muajt e fundit të vitit me të cilën mbaruam vitin me to. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu vëllezër, nga mirësia e madhe të cilën ja u dhuroi robëve të Tij dhe këtij ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në veçanti, bëri që viti të mbaronte to me 2 muaj të shenjtë, që në to vlerësohen vepra shumë dhe pastaj të fillon dhe viti I ri me një muaj të shenjtë dhe ajo është muaji Muharram. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu na lajmëroi dhe na tregoi që mos ta ngarkojmë vetveten tonë me zullum në këto muaj, për arsye se në to veprat e mira shpërblehen dhe shumë fishohen, siç dhe veprat e këqija në to janë problematike. Dhe tha Allahu Gjelle Gjelaluhu fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mos bëni mëkat dhe mos e ngarkoni vetveten e juaj me zullum në këto muaj. Pra mirësia e madhe Allahu Gjelle Gjelaluhu vëllezër ishte që këto 2 muajt me të cilën e përfundon për robërit e Tij, që ata të falin mëkate në to dhe me pak veprat ju shtohen vepra shumë në to dhe ta fillojnë vitin me një fletë të pastër që në to të shpërblehen shumë.
dhe të vlerësohen shumë me veprat e mira në to Allahu xhël xhelaluhu t'ja u shumë fishon dhe t'ja u shpërblen me shpërblim të madh Allahu xhël xhelaluhu në këtë muaj. Dhe prej veprave më të veçanta në të cilën preferoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si vlerë për në këtë muaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për në vepër e cila në muajin Muharram nëse veprohet ka shumë shpërblim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu tha: Afdalu siyami ba'da Ramadan ash-shahrullahi al-Muharram. Agjerimi më i mirë pas muajit të Ramazanit, tha, është agjerimi i ditëve të muajit Muharram, muajit Allahu xhël xhelaluhu muaj Muharram. Agjerimi më me vlerë pas farzit është në këtë muajin Muharram që të agjerohet. Tha, dhe namazi më i mirë pas namazit farz, tha, është namazi i natës. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër na tregon se është shumë me vlerë që në këtë muaj të agjerohet sa ka mundësi, kush ka mundësi, që sa më shumë të agjeron në këtë muaj, agjerimi si vepër në këtë muaj, në muajin Muharram është shumë me vlerë. Mirë po një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi dhe për një ditë e cila është e veçantë në këtë muaj me vlerësim të veçantë nëse ajo agjerohet, dhe ajo është dita e 10 e muajit Muharram. Kushdo që agjeron këtë ditë me të vërtetë është një ditë shumë me vlerë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër në hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shpytur për vlerësimin e ditës së 10 që të njohët dita e Ashurës. Nëse agjerohet ajo, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allahi jalla wa ala an yukaffira as-sanata allati qabla. Tha, agjerimin e ditës së Ashurës, pra ditës së 10 të muajit Muharram, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e llogaris ato te Allahu xhël xhelaluhu që të i fal mëkatet e një viti të kaluar. Po kjo është mirësi e vëllezër, mirësi e madhe që na lajmëron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e preferon dhe na urdhëron në këtë preferencë të madhe dhe këtë urdhër të madh që na të fitojmë në ta për ata të cilët kanë mundësi. Po mirë valla thua, pse ky vlerësim o vëllezër që të jetë, cila është shkaku i agjerimit të kësaj dite? Padyshim se shkaku i agjerimit të kësaj dite është për arsye se Musa alayhis salam agjeronte këtë ditë kur Allahu xhël xhelaluhu e shpëton Musën alayhis salam në ditën e 10 pra në këtë ditë apo në muajin Muharram, me të cilën Allahu xhël xhelaluhu këtë ditë e shpëton Musën alayhis salam dhe popullin e tij nga zullumçari dhe mizori më i madh, Firauni, i cili e shtypte popullin e Ben Israilëve, popullin e Musës alayhis salam, ai e shtypte dhe e torturonte dhe e dënonte dhe e ndoshkonte, dhe nga tortura e madhe të cilët kishin, Allahu xhël xhelaluhu njëri porosit që dalin ato që të ikin nga ai vend me Musën alayhis salam, dhe pasi që ato dalin një ditë që të ikin, kur ato ballafaqohen me detin para tyre dhe i heton Firauni me popullin e tij dhe me ushtrinë e tij, dhe ato i pason dhe i ndjek pas që të i zën dhe të i kap ato. Kur ato arritën pranë detit, i humbën shpresat ato të cilët ishin populli i Musës nga Ben Israilët, çifutët të cilët janë të njohur sot. Si Ben Israil që jetonin në kohën e Firaunit ishin shumë të terrorizuar dhe ishin shumë të shtypur, derisa ato e humbën shpresën kur pa ndetin edhe shkonin pas Musës alayhis salam, që Musa alayhis salam të i shpëton. Kur e pan atër Allahu xhël xhelaluhu tha falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kur e pan dy grupet, kur u takuan dhe pa njëri tjetrin e pan se mo humbën shpresën, ju kthyen Musës alayhis salam, thanë ja Musa inna lamudrakun. Na tashmo u nxunëm, na u kapëm, mos kem më shpëtim nga Firauni dhe ushtria e tij. Por bindja pejgamberit Allahut Musës alayhis salam në zgjidhjen që Allahu xhël xhelaluhu jep ndihmën, tha kella inna ma'iya rabbi sayahdin. Tha Musa alayhis salam, asesi un kam me vete Zotin tim, ai do të më bën rrugdalje. Dhe erdhi rrugdalja dhe erdhi shpëtimi dhe ndihma nga ana Allahu xhël xhelaluhu, kur Allahu xhël xhelaluhu tha fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr. Tha Allahu xhël xhelaluhu na i shpalla Musës alayhis salam që ti godite me shkopin ton detit dhe pastaj të hapet deti. Tha Allahu xhël xhelaluhu fanfalaqa fa kana kullu firqin kat-tawd al-azim. U hap deti dhe u bë rrugë se cila pjesë e saj u bën si kodra të mëdha. Dhe të jetë rrugë, tha,
Allahu xhalla xhelaluhu në surën Taha tha wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil ardi yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Tha Allahu xhalla xhelaluhu kur na I shpallë Musës alayhis salam që ti të dalish natën me popullin tënd për të shpëtuar dhe për të ikur, I heton Firauni moshtrinë e tij dhe I pason ato pas. Atëherë urdhëron Allahu xhalla xhelaluhu që të mshon detit dhe të godet dhe të hap një rrugë të thatë për to të ecin direkt në det. Dhe e shishin si koda të hapur pjesët dhe Allahu xhalla xhelaluhu bëni zgjidhjen që e panë me sy në shpëtimin me të cilin ja udhëroi Allahu xhalla xhelaluhu dhe tha mos të kenë frikë se do t'i kap dikush, as që do të I mbyt dikush. Fatba'hum Firaunu bijunudihi faghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum. I ndjeku dhe I pasoi Firauni që të I kap ata, por kur u fut në mes Allahu xhalla xhelaluhu e fundosi me detin. Dhe e përmbysi Allahu xhalla xhelaluhu ato me popullin e tij. Wa adalla Firaunu qaumahu wa ma hada. E humbi Firauni ky mizor me ushtrinë e tij popullin e vet dhe ai nuk gjeti rrugdalë dhe nuk e udhëzoi ata. Por atë Allahu xhalla xhelaluhu tha pastaj wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain. Na e shpëtuam Musën alayhis salam dhe popullin e tij të tërin, thumma aghraqna al-akharin. Dhe pastaj fundosëm disa të tjerë aty. Dhe kjo ngeli si argument të vëllezër. Derisa pastaj Musa alayhis salam këtë ditë të shpëtimit e agjeronte agjerim të ditës së 10 të muajit Muharram, agjeronte si falënderim ndaj Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu xhalla xhelaluhu I shpëtoi nga kjo mizori dhe nga kjo torturë, nga shkatërrimi që do t'ju bënin atyre, dhe jehudët që futët e adhuronin si madhërim këtë ditë e agjeronin. Dhe kur erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, o vëllezër, siç transmeton Imam Buhari dhe Muslimi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tha kur erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, I gjeti jehudët që futët që ato agjeronin këtë ditë dhe I pyeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe tha: "Ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu?" Çka është kjo ditë ju me të cilën këtë ditë e agjeroni? Ato than: "Hadha yawmun adhim." Kjo është një ditë e madhe. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa Firauna wa qaumahu. Tha kjo është një ditë madhështore në të cilën Allahu xhalla xhelaluhu në të shpëtoi Musën alayhis salam dhe popullin e tij, pra ben Israelit, dhe fundosi në to Firaunin zullumçarin më të madh dhe popullin e tij. Dhe na Musa alayhis salam tha agjeroj si falënderim e na agjerojmë si madhërim. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke drejtuar, tha fa ana ahqqu bi Musa minkum. Unë jam ma hak dhe ma meritor për Musën e sem se ju. Dhe agjeroj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ditë. Në një transmetim tjetër, tha pejgamberi wa nahnu ahqqu wa awla bi Musa minkum. Na jemi ma hak, e kemi dhe më meritor dhe më primarush që na jemi më të afër dhe më shumë e meritojmë Musën alayhis salam për këtë nder dhe për këtë respekt që na ta agjerojmë dhe agjeroj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ditë agjerim. Mirë po vëllezër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur agjeronte këtë ditë, një ashtu porositi që të kundërshtohen jehudit dhe krishterët në këtë pikë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur agjeroi, hadithi që transmeton Imam Muslimi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pasi që agjeroi ditën e Ashurës, ditën e 10 të muajit Muharram, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të pranishmit I thanë ja Resulullah këtë ditë e agjerojnë dhe e madhrojnë dhe jehudit dhe krishterët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Fa in kana al-'am al-muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi'." Tha nëse vjen viti I ardhshëm insha Allah do të agjerojmë dhe ditën e 9. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër tha e pati këtë dëshirë si porosi që kur të vjen viti tjetër që ditën e 10 dhe ditën e 9 do të agjerojmë për kundërshtim të jehudëve. Tha Ibn Abbas radhiyallahu por deshti Allahu xhalla xhelaluhu që të vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të arrin pra vitin që të agjeron këto dhe ngel si e preferuar që të agjerohet dita e 10 dhe një ditë para dita e 9. Për arsye në hadithin që të cilën e transmeton Imam Ahmedi nga Ibn Abbasi një ashtu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam agjeroni ditën e Ashurës dhe kundërshtoni në të jehudët duke agjeruar një ditë para apo një ditë mbrapa. Pra është e preferuar që të agjerohet dita e 10 dhe më e preferuar është që të agjerohet dhe një ditë para. Sikur që do të vjen dita pra me 16-in, është dita e martë, është dita e 10 e Ashurës. Një ditë para, dita hun që të agjerohet apo një ditë mbrapa. Apo nëse bën që të agjerohet kushdo në agjerohet dhe 3 ditët të 9-ën, të 10-ën dhe të 11-ën, apo a bën dhe një ditë, Sheh Islami Ibn Taymija rahimahullah tha bën dhe një ditë, përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka agjeruar edhe vetëm as ditën e Ashurës, por më e mira është që të agjerohet 9 dhe 10 dhe këto janë ato
vlen ato vëllezër që Allahu xhel xelaluhu na i dhuroi me këto tekste të veçanta, por shpërblim të veçantë, me të cilën na nuk duhet që na të shpërfillim dhe të humbim, për arsye se jemi shumë të nevojshëm që na të agjerojmë apo të fitojmë, e veçanërisht në këtë fillim të vitit, që na fletat tona të pastra mos të shkruajmë në to vetëm se vepra të mira. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, këto vlerësime dhe këto shpërblime nuk vinë dhe nuk rredhin vetëm se simbas teksteve kuranore apo teksteve të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe se këto shpërblime dhe kjo mirësi me të cilën na lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, padyshim se janë shpërblime të mëdha veçanti në këtë muaj të shenjtë, e këtë vepër të madhe agjerim, që kushdo që agjeron në këto dita të nxehta o vëllezër, shpërblimi është shumë i madh, siç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon hadithin që transmeton Imam Buhariu, kushdo që agjeron një ditë, e cila është shumë e nxehtë për hir të Allahu xhel xelaluhu, në atë ditë të cilën agjeron Allahu xhel xelaluhu, kush agjeron atë ditë ja largon aty fytyrën e tij nga zjarri i xhenemit 7-10 vjeshta. Pra nuk jemi të nevojshëm që secili të mundohet ndoshta një ditë të nxehtë të gjendet në ditën e nxehtësisë së kiametit. Për arsye se kur anku Aisha radhiyallahu anha një herë në umrën e saj nga vështirësitë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha ti shpërblehesh Aishës radhiyallahu anha sipas vështirësisë që e ke në veprën e mirë. Nëse e shef që është pak më e vështirë, Allahu xhel xelaluhu shumë më shumë të shpërblen për atë vepër. Dhe dëgjoni çka na transmeton Abdurrazaku Ibn Abi Shayba në Musannefin e tij, dhe Abu Ya'la njashtu dhe Bejhaqiu në Shu'ab al-Iman, nga një sahabi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ishte ai i cili tha një herë tishmi me një luftë duke ecur në det, me anije tha ndëgjojmë një zot. Era ishte që tha ndëgjojmë një zot duke na thonë, qifu ukhbirkum, ndaloni që t'ju lajmëroj diçka. Dhe në vetëm zonin e ndëgjojshim në mes të detit duke ecur. Dhe tha dola në majë të anijes duke i thonë, val, si të ndëgjojmë ty, si të ndalmi në këtë moment, kush je ti, me kidzo se nuk të njohim nga na shef neve, dhe nga na njev, nga ije, dhe a shef gjendjen tonë, ti s'mund më ndalë midis detit. Tha atëherë ndaloni që t'ju lejmëroj. A nuk dëshironi t'ju lejmëroj për një çështje që e ka gjikuar Allahu xhel xelaluhu për vetveten e tij. Atëherë tha i përgjigj dhe i tha ky sahabiu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më lejmëro, tha ta e dini mirë se kushdo që e et vetveten e tij në një ditë të nxehët për hir të Allahu xhel xelaluhu, tha është haki Allahu xhel xelaluhu që ai t'ja shun etjen e tij dhe t'ja largon etjen e tij në ditën e kiametit. Për atë tha e shifshmi Ebu Musa al-Ash'ari, ishte ai i cili tha e ndjekte këtë ditën më të nxehtë, kur ishte më e vështirë dhe më e nxehtë, tha ai agjeron të atë ditë, duke shpresuar që Allahu xhel xelaluhu t'ja lehtëson etjen e ditës së kiametit ku do të para Allahu xhel xelaluhu. Na lutim Allahu xhel xelaluhu që Allahu dhul xhelal që të na i dashuron veprat e mira, të na i lehtëson veprat e mira, e veçanërisht në këtë muaj, kushdo që ka mundësi, mos kujton dikur se është farz dhe është obligim, po është e preferuar suneti e pejgamberit sallam me shpërblim të madh, kushdo që ka mundësi që ta vepron apo ta agjeron, ka shpërblimin e madh në to, edhe se gjitha ato të cilët janë nga ditën e 10, të cilët bëhen si brumi Ashurës, apo shpërndarja, apo shijat me të cilët rrehen me to dhe përgjakin me to, të gjitha nuk kanë asnjë farë bazë në fe, por ajo e cila është bazore, çka rreth nga Kurani Allahu dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se për arsye se shpërblimi është i veçantë dhe por to nuk na tregon kush përpos Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lutim Allahun xhel xelaluhu që Allahu të na i lehtëson veprat e mira dhe të na largon nga veprat e këqija, veçanërisht në këtë muaj e në këtë fillim të vitit. Allahu xhel xelaluhu të na bën nga ata të pastërtit që ne mbushin fletushkat e tyre vetëm me pastërti dhe të na largon nga të këqija dhe të na i falë Allahu xhel xelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.